Në lumin Krena, në afërsi të rrugës 14 Qershori, gjendja mjedisore vazhdon të jetë alarmante. Mbeturina të shumta kanë kapluar pothuajse gjithë shtratin e lumit, duke ushtrirë si në ujë ashtu edhe përgjatë brigjeve të lumit. Plastika, qeset najloni, shishet, mbetjet inerte dhe materiale tjera të hedhura pa kriter kanë ndikuar që pamja e këtij segmenti të lumit të jetë teje të shumtuar dhe shqetësuese për banorët e zonës. Sasitë të mëdha të mbeturinave në ujë jo vetëm që dëmtojnë pamjen vizuale të lumit, por të njëjtat paraqesin edhe rrezik serioz për ndotjen e ujit dhe ekosistemin përreth. Kjo situaci për skaj brigjeve të lumit e gjithsesi edhe në disa pjesë të rrugës 14 Qershori, ku mbeturinat janë kudo edhe në përshkure dhe pemë, dëshmojnë për mungesë të kujdesit dhe përgjegjësisë qytetare. Për shkak të kësaj gjendjeje, ky segment i lumit po merr pamjen e një deponie të hapur të mbeturinave të ndryshme. Banorët shprehen të shqetësuar për ndotjen e vazhdueshme, pasi përveç dëmtimit të mjedisit, kjo situatë mund të sjellë edhe rrezik për shëndetin publik, sidomos gjatë synëve më të ngrohta, kur shtohet prania e insekteve dhe aroma e rëndë.